Kushdo që kontrollon detet do të fitojë konfliktin e ardhshëm, të paktën në oqeanin paqësor. Ky supozim kuptohet mirë nga gjeneralët e Pentagonit, të cilët po e ndjekin me shqetësim në rritje forcimin e marinës kineze dhe veçanërisht të nëndetëseve të saj. Pekini, siç raporton Wall Street Journal, në një analizë të thelluar mbi këtë temë, është në prag të bërjes një fuqi nëndetëse e klasit botror me një flotë më të madhe dhe më të mirë dhe teknologji të reja. Kina po fiton kështu terren ndaj SBA-ve dhe aleatëve të saj, duke ndezur një garë armatimesh në thellësitë e paqësorit. Republika Popullore tani ka nëndetëse të heshtura dhe të shpejta, të afta të qëndrojnë në ujë më gjatë dhe të mbajnë armë sensor më të përparuar. E gjithë kjo ndodh ndërsa autoritetet kineze kanë zgjeruar kufijtë e oborrit të tyre në detin e Kinës Jugore dhe kanë demonstruar gatishmërinë e tyre për të rrethuar Tajvanin në pritje të një pushtimi të mundshëm të provincës rebele. Washingtoni dhe vendet e tjera perëndimore nuk rrin duar kryq. SBA-t mbajnë baza ushtarake në rajon dhe vitin e kaluar vendosën nëndetëset e tyre më të përparuara sulmuese të klasit Virginia në paqësor. Ekspertët thonë se të gjitha fuqitë që aspirojnë të kenë një marinë në Indo-paqësor po ndërtojnë ose blejnë nëndetëse. Sipas paktit të mbrojtjes AUKUS të vitit 2021, Australia pritet blej deri në 5 nëndetëse me energji bërthamore nga SBA dhe të bashkëpunojë me Mbretërinë e Bashkuar për ndërtimin e një njësie të re. Pakti AUKUS megjithatë po rishikohet nga administrata Trump, pjesërisht për shkak të vonesave në ndërtimin e nëndetëseve. SBA-t po përpiqen të mbajnë ritmin me nivelet e prodhimit të Kinës. Pekini tashmë ka kapacitetin më të madh në botë për ndërtimin e anijeve tregtare dhe flotën më të madhe detare. Giganti azjatik ka përmirësuar veçanërisht nëndetëset e tij me energji bërthamore, duke përfshirë tipin 095, të cilët ekspertët e industrisë parashikojnë se do të jenë shumë të qeta edhe ato me energji konvencionale. Në paradën e fundit ushtarake, trashëgimtari i perandorisë qiellore zbuloi ndër të tjera një dron në New York që mund të funksionojë si nëndetëse. Kur bëhet fjalë për nëndetëset, SBA-t aktualisht kanë ende një avantazh teknologjik ndaj Kinës, por kjo mund bëhet dytësore, duke pasur parasysh kapacitetin e kufizuar të prodhimit të Amerikës. Dorëzimi i nëndetëses së parë me raketa balistike të klasit Columbia është planifikuar për vitin 2029, pasi ka akumuluar tashmë një vonesë 2 vjeçare. SBA-t po punojnë gjithashtu në një klasë të re nëndetësesh ultra të përparuara, aktualisht të përcaktuara si SSN, ndërtimi i cilave pritet të nisë në vitin 2040, duke i shtuar kësaj edhe vonesën e konsiderueshme të mirëmbajtjes për njësitë ndryshme, pamja që rezulton për Amerikën është e zymt. Ndërkohë gara me kohën në prodhimin e nëndetëseve po përfshin aleatët e Washingtonit. Kërcënimet e vazhdueshme të Kinës kundër Tajvanit nuk po injorohen nga vende të tilla si Japonia, Korea e Jugut, Filipinet, Australia, Singapori, ashtu si edhe Franca e Mbretëria e Bashkuar, të cilat po përgatiten të tërhiqen në një aleancë në kohë lufte kundër Kinës. Jetësore në një skenar të tillë do të ishte aftësia e koalicionit perëndimor për të luftuar për të mbrojtur korridoret e transportit detar dhe për të bllokuar aksesin e Republikës Popullore në burime strategjike. Arritja e këtyre objektivëve dhe fati i Taipait varen gjithashtu nga shpejtësia me cilën kantieret detar të vendeve aleate prodhojnë nëndetëse të gatshme për t'u kundërvënë fuqisë ushtarake të Kinës.